Me etapën e dytë, e cila kishte për itinerar pedalimin Shkodër mbi kalimin Rëshen-Shkodër, 108 km, është mbyllur Kupa Agim Tafili në ciklizëm, aktiviteti organizuar nga Federata Shqiptare e Ciklizmit në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës në përkujtim të ish-kapitenit të vllaznisë dhe të kombëtares shqiptare Agim Tafili, i ndar nga jeta 13 vite më parë. Për ditën e dytë në kategorinë junior, vendin e parë meritoi Visar Nuhaj nga Kosova, ciklist ky që fitoi edhe etapën e parë në këtë disiplinë. Vendi i dytë për këtë kategori takoi Leo Pikut të Studentit dhe vendi i tretë Habib Llanajt të ekipit të Besës së Kavajës. Për kategorinë U23 elit, të parët në finish mbërritën dyshja e Tiranës, Henri Hysa dhe Olsian Velia, me Hysën që mori vendin e parë duke lënë në vend të dytë kolegun e tij Bardhe Blu, i cili në klasifikimin e 2 etapave ishte më i miri. Edhe vendi i tretë i takoi ekipit të Tiranës me ciklistin Vladimir Pinto. E bëra shkputjen tek Vaudez dhe pastaj Olsian Velia mu përngjit gjatë garës dhe kështu përfundoi garës së bashku. E vështirë? Ishte disi e vështirë normalisht sepse konkurrentët ishin aty, Malori ishte aty, era ishte përballë nesh, por gjithsesi ne ja dolëm. Shkputja u bë që në kilometrat e para, por pastaj u bëm te kilometri 50 unë dhe Olsian Velia vetëm. Ashtu si në ditën e parë dhe në të dytën të pranishëm në aktivitet ishin pjesëtar të familjes, Alcid Tafili, djali i legjendës së ciklizmit shqiptar Agim Tafili, shprehet i emocionuar për respektin që i bëhet babait të tij të ndjer. Realisht nuk di se si të falenderoj edhe Bashkinë Shkodër për dhe presidentin Axhaku për këtë organizim se vit pas viti po kujtohet figura babait tim. Normalisht edhe për mua dhe për familjen time është një emocion shumë i madh. Me gjithë përpjekjet e mundshme në garë, këtë radhë ciklistët e vllaznisë nuk arritën të jenë fitues në asnjërin etapë. Për këtë trajneri Leonard Kola fajson mungesën e karburantit duke u bërë pengesë serioze për zbatimin e procesit stërvitor. Në drejtë na kena filluar shumë vonë fazën përgatitore, thash kena vënë stërvitje të cungume, të pa për problematikën e karburantit, si ka kohë nuk na kalohet karburanti, ti trajneri pa karburant ciklizëm është pa mujtën për të drejtuar seancën servitore, detyrove i bën me 50%, 40% nga kërkesave, mos e marrë nga kërkesat që po ngelen këto rezultate këtu që duhet. Ata çuan kanë bërë maksimumin, i bëj thirrje bashkisë ta shohë mundsinë ta mbajë ciklizmin gjallë ose për këto kushte me këto nivele është shumë e vështirë për ta marrë vllaznin në nivele që duhet.